can fly. Gjeneta çuditja kush e fiton Big Brother VIP Albania, ndërkaq nga ana tjetër edhe Gjesti Brenda flet për Gjenetën, as në sy nuk më pa kur erdhi, çfarë po ndodh me dyshen. Gjeneta Fetau thot se kundërshtari vetëm i Gjestit është pikërisht ajo, teksa ka folur së fundmi për lojën e Gjestit si dhe për finalen e madhe të 19 prillit, ajo tha: kundërshtari vetëm i tij është Gjeneta, unë ja tregova që nga Kosova kush është më i fortë, prandaj ai doli para meje. Ndërkohë e pyetur për pritshmëritë e finales, ajo ka çuditur teksa e parashikoi fitoren e Gjestit, por nga ana tjetër shprehu një dëshirë, një preferencë personale teksa tha: e fiton Gjesti, por unë dua ta fitoj Rozana Radi, ka dhënë më shumë në këtë Big Brother dhe ka qenë personazhi më i kompletuar. Gjesti vetëm di të bërë lojra fëminore, nuk ka treguar asgjë më tepër, as bagazhe, as intelekt, u përgjigj Gjeneta. Nga ana tjetër, sikur ta ndjente, në të njëjtën kohë edhe Gjesti brenda Big Brotherit ka folur për Gjeneta Fetaun. Në ditën e sotme ai ka folur për Gjenetën teksa në një bisedë me Rozana Radin, e cila e pyeti më shumë për momentin kur Gjeneta hyri brenda pasi ata nuk mund të flisnin për shkak të provës që kishin. Gjesti dha mendime më të zgjeruara duke thënë se ajo as në sy nuk e ka parë, teksa u shpreh: as në sy nuk mi pa, hiç, nuk ka kërkim këtu. Pik, kërkimi nuk ka këtu, nuk mundet me pas kërkimin. E ta mendosh që kanë ndenjur 3 muaj që nga momenti që ishin bashk, nuk mund t'i fshish ato 3 muaj ashtu. Rozana i tha se nuk mund të keni qëndruar 3 muaj lidhur që në fillim teksa Gjesti e kundërshtoi, po që në fillim gati 3, edhe më vjen mirë shumë, zot faleminderit çdo gjë që ka bërë. Inshallah ja çel rrugët Zoti, e ruajt Zoti, inshallah është gjithmonë e lumtur, nuk duhet të kem punë me të, ka shprehur Gjesti, i cili tha se ai Gjeneta do kenë rrugët e tij në jetë pas këtij edicioni e nuk dëshiron ta shoh më kurrë.